ekspertët e Komisionit të Venecia sot bënë pyetje, diskutuan për çështje të cilat lidhen me standardet europiane, siç ishte çështja e pezullimit së drejtës së gjyqtarëve për t'u ankuar, lidhur me çështjet me mekanizmat e luftës ndaj korrupsionit në sistemin e drejtësisë, diskutuan për standardet minimale të pavarësisë të gjyqësorit, diskutuam edhe për çështjen e heqjes së drejtës së gjykatës kushtetuese për të shprehur për draftin, për të shprehur për draftin. U konsultuam dhe u diskutuam me ta edhe për gjetjen e mekanizmave të tjerë, të cilat duhet të kenë një përfshirje substanciale të opozitës, dhe sigurisht në ditët në vijim, ekspertët e Partisë Demokratike do të vazhdojnë komunikimin intensiv me reporterët e Komisionit të Venecias. Sot, ekspertët e Partisë Demokratike i dorëzuan edhe një version të fundit reporterëve të Komisionit të Venecias, duke i shprehur zgjidhjet alternative se si reforma në drejtësi duhet të vazhdojë. Pra, një qëndrim tërësisht konstruktiv i opozitës në mënyrë që reforma në drejtësi të ecë përpara. Qëndrimi i cili do të vazhdojë deri në momentin kur reforma do të vazhdojë, duhet të jetë konsensuale dhe duhet të jetë transparente. Mungesa e tryezave trumbullakta deri më tani është një element jashtëzakonisht kritik për ecurinë e këtij procesi.